Në një hadith tjetër mësohet pejgamberi alayhisalam se si të lutet. Dëgjojeni se kjo është madhështore. Mësohet pejgamberi alayhisalam se si të lutet. Subhanallah. Normalisht që shumë lutje kemi në Kur'an, shumë lutje tjera ka thënë pejgamberi alayhisalam, mirë po faktikisht kjo është shumë interesante. Allahumma inni es'aluka fi'la al-khairat. O Allah o Zot, ma mundëso të bëj sa më shumë mirë. O tarka al-munkarat. O Allah o Zot, ma mundëso që të heq dorë prej gjërat të këqija, të shëmtuta, të fliqura, të pista. O hubbil mesakin. O Zot, ma mundëso që të dobtit, të vobektit, njerëzit me halë ti dua, subhanallah, ti dua. Wa idha aradta biqawmin fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun. O Zot, nëse ti ke vendos për ta ndëshkuar një popull, më largo prej atij populli. Mësohet profeti alayhisalam që ta bëj këtë lutje dhe këtë dua, sepse o vëllezër, ti themi gjërat ashtu siç janë. Në natyrën e njeriu nuk është që njeriu ka qeftëri me këtë lloj kategorie njerëzish.